Policia e Lushnjës po punon për kapjen e 2 shtetasve që kërcënuan një shtetas tjetër dhe i morën automjetin, kurse policia e Fierit ka arrestuar ndërkohë një shtetas për dhunë ndaj gruas së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë shpallën në kërkim shtetasin XX, 46 vjeç dhe IS 31 vjeç, të 2 banues në fshatin Karbunar, pasi ka kallëzuar një 41 vjeçar se këta shtetas e kanë kanosur dhe i kanë marrë automjetin. Nga kontrolli në banesën e 31 vjeçarit u gjet një sasi e vogël kokaine. Punohet intensivisht për kapjen e 2 shtetasve dhe për sqarimin e rrethanave të rastit. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin EH 32 vjeç banues në Mallakastër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin BP 35 vjeç, banues në Fier pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.